drejtuese seancës, nderuar kolegë deputet. Natyrisht ky akti normativ që kemi përpara është një Ju lutem mbani qetësi. Është një mundësi e mirë Ju lutem koleg mos ndërhyni ndërkohë që kolegu flet në foltore. Ju lutem. Është një rast i mirë për të diskutuar lidhur me problematika që lidhen drejtpërdrejt me çmimet. Po mbi gjitha me modelin e tregut që ne kemi. Do ta themi qartë sepse është në dritë të diellit. Çmimet e larta që kemi të karburantëve tani lidhen drejtpërdrejt me situatën e luftës në një rajon të caktuar të botës, që është, me thënë të vërtetën, edhe një nga rajonet më prodhuese dhe më tregtuese të hidrokarbureve në botë. Pra çmimet nuk erdhën të larta për shkak të një qeverie, për shkak të një maxhorancë, po erdhën të larta për shkak të një situate në një rajon prodhues të naftës, me ndikim natyrisht mbi gjithë botën. Kjo është e para. E dyta gjë që dua të them, patjetër që akti që kemi përpara, edhe pse i mirë pritur, është pa ndikim. Siç u verifikua dhe në Komisionin e Ekonomisë, deri tani, pra nga fillimi i luftës apo nga dalja e aktit dhe deri më sot, akti është përdorur nga data 3 deri në datën 8 prill dhe nga data 8 deri në 9 prill. Pra kaq ditë. Dhe efekti ka qenë 37 milion lek. Natyrisht, ajo që ka patur apo ai që ka patur ndikimin më të rëndësishëm në këtë periudhë ka qenë bordi i transparencës. Dhe natyrisht, bordi i transparencës ka bërë një punë të lavdërueshme, veçanërisht në aspektin e përcaktimit të çmimeve. Çmimi dje ishte 206 lek për naftën standarde, dhe natyrisht sot është 196 lek. Frekuenca e mbledhjes së bordit dhe shkyrtimi i çmimeve të hidrokarbureve, përfshi edhe çmimin e naftës edhe të benzinës, ka bërë që ne të kemi një kontroll më të mirë mbi çmimet e karburantit, edhe pse ato vazhdojnë të mbeten të larta. Çmimi i sotëm është gati 22 lek më shumë për litër se sa para fillimit të luftës. Ajo që unë kam si rezervë në raport me bordin, deri tani, lidhet drejtpërdrejt me transparencën e tregut të hidrokarbureve në këtë vend. Mungesa e transparencës patjetër që fshe modelin e tregut që ne kemi. Dhe kur flas për modelin e tregut, kam parasysh atë që na është imponuar të gjithëve si konsumator në këtë vend. Një broker që furnizon me naftë brenda territorit të Republikës Shqipërisë, depoziton naftën në depozita të kompanive respektive, afërmendsh mbi bazë të një kontrate blerje, dhe patjetër që kjo sasi nafte ka një çmim ditën që del nga depozita për të shkuar në pompë. Aty fillojnë llogaritën edhe tatimet, edhe taksat. Ajo që mua nuk më rakordon këtë gjë, dhe që është evidente po të flasësh pikërisht me operatorët të tregut, kupton se në këtë skem ka edhe paspagim, në këtë skem ka edhe para që jepen me interesa, pra para që gjenden për ta blerë këtë sasi naftë. Pra brokeri bën shpesh herë edhe rolin e bankës, e pa lejuar në këtë territor. Modeli i tregut mban çmimet e larta. Ajo që dua të them është që për shkak të këtij modeli tregu, ne kemi çmimin neto, që është një koncept kudo. Ua kam treguar edhe herës që shkoj. Ky është një publikim i bërë nga shoqatat e hidrokarbureve në Itali. Sky e shpërndau më pas, ku flitet për çmimet neto të Italisë dhe të vendeve të tjera europiane. Pra, çmimi neto pa taksa, yni, vazhdon të mbetet më i shtrenjtë. Më i shtrenjtë në rajon, dhe natyrisht kjo bën edhe atë diferencën që ne kemi. Dhe këtu, pasi kemi hequr taksat, ai që vendos është modeli i tregut, struktura e tregut, konkurenca, kostot, logjistika,
organizimi i zinxhirit të furnizimit dhe patjetër edhe marzhet e fitimit. Kam bërë një llogari dhe po e përsëris, ja u kam sjellë edhe ju këtu, e që i referohet datës 16 mars, kur ishte edhe dita pikë. Në Shqipëri çmimi neto i naftës ishte 0,984 euro për litër. Në Malnezi ishte 0,865 lekë për litër. Në Greqi ishte 0,852 lekë për litër. Në Kosovë ishte 0,793 lekë për litër. Në Serbi ishte 0,710 lekë për litër. Dhe në Maqedoninë e Veriut ishte 0,670 euro për litër. Ajo që mua më bën habi është që diferenca shkon deri në 40%. Pra çmimi neto pa taksa. Dhe në këtë pikë ja vlen që të ndalojmë edhe të flasim. Cili është ky model tregu që na shkakton pikërisht këtë problematikë? Na mban çmimet e larta dhe natyrisht pastaj përcjell te konsumatori çmimet të tilla. Ajo që më ka bërë përshtypje edhe këtu edhe pak më përpara është që askush nuk flet dhe nuk e merr kurajon të flasi për modelin e tregut në këtë sallë. Të gjithë flasin për modelin e taksave. Tani të flasim pak për modelin e taksave që ne kemi. Ne kemi tatim mbi vlerën e shtuar. Dhe tatim mbi vlerë të shtuar kemi pasur edhe në kohën që drejtonit ju. Ne kemi akcizë. Kemi akcizë. Dhe unë këtu kam qenë, akciza në kohën tuaj ka qenë ad valorem. Pra me përqindje mbi çmimin e naftës para taksave. Edhe me këmbguljen e operatorëve, edhe me këmbguljen tonë këtu në sallë në kuvende të tjerë me radhë dhe quat akcizën me tarifë fikse, siç e kemi edhe sot. Taksën e qarkullimit e keni sjellë ju brenda çmimit të hidrokarburëve. Nuk kemi sjellë na. E keni sjellë ju. Një sekond, po flas për modelin, Ju po lutem flas mos për ndryhini. nivelin. Ju Po lutem. flas për nivelin, jo. Kush po abuzon, mo? Kush po abuzon? Po hajde këtu edhe fol ti që po më tregon mua që po mbroj interesat e tregtarëve. Hajde zëri me gojti, që si ke zënë asnjëherë këtu në sallë. Pra po thosha që modelin e taksës qarkullimit brenda çmimit të hidrokarburëve e keni sjellë ju. E keni sjellë ju. Modelin. Po e kishi 7 lekë. Është zgjedhja jonë që e kemi bërë 27. Është zgjedhja jonë. Dhe mua më vjen keq që qeveria nuk vjen këtu ta pohojë me zë. Është edhe politika ambientale, po është edhe politikë e drejtë. Sepse ai çmimi 7 lekë nuk është njësoj si për atë që konsumon pak karburant, si për atë që konsumon shumë karburant. Dhe jemi munduar të bëjmë drejtësi në këtë aspekt. Se me këto tarifat e ulta që keni ju, zakonisht keni favorizuar gjithmonë ata që janë konsumatorë të mëdhenj. Dhe konsumatorët të mëdhenj janë përgjithsisht ata që kanë shumë, jo ata që kanë pak. Të vime edhe tek një element kanë votuar kundër atë, mos ma përmend 150 të punë e jahtit se kanë votuar kundër gjithkohës. Kam qenë kundër, kanë votuar kundër, edhe për jahtet edhe për tjerët. Të vim tek një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, e që është sjellë këtu vazhdimisht. Që është kjo puna e çmimit veçanërisht në Kosovë, apo edhe në rajon. Shikoni, varet nga produkti që kemi. Se vërtet kemi çmimin më të lartë në rajon edhe pa taksa, edhe me taksa të naftës, po kemi çmimin më të ulët në rajon të energjisë elektrike, edhe me taksa edhe pa taksa, si ta doni. Se duhen përmendur të dy anët. Ajo që mua më shqetëson është ajo që po ndodh me rieksportin e hidrokarburëve nga territori i Republikës Shqipërisë në territorin e Kosovës. Që me thënë drejtën as e përmend kush, sa hap gojën kush për këtë. Se cënohen ata për cilët flet zotria, që me demek i mbroj unë. Ka marrë ca dhëna nga dogana dhe duhet ta falenderoj doganën shqiptare për transparencën që ka. Importi për vitin 2025 i hidrokarburëve ka qenë 609.000 kg, diku ke 609 milion kilogram, diku ke 700 milion litra. Ndërkohë që rieksporti për vitin 2025, dhe ky është problemi që kemi, rieksporti me dhënat e doganave në drejtim të Kosovës është 731 milion litra. 731 milion litra, ku gati 1/3 e këtij rieksporti e bën vetëm një kompani.
E bën vetëm një kompani. Natyrisht, afërmend që kam dyshime të forta që kjo naftë nuk shkon në Kosovë. Kjo naftë tregtohet brenda vendit. Dhe ky është një problem shumë i madh që kemi. Dëgjova pak ditë më përpara ministrin e energjisë në Kosovë që tha nga Shqipëria na vjen nafta më e shtrenjtë me 12 cent se sa Greqia edhe se sa Maqedonia. Po i shkon, po pyetja që kam unë është pse se merr gjithë naftën Ministria e Energjisë të Kosovës në Greqi edhe në Maqedoni. Qa e shtyn, qa e nxit që të blej naftë më të shtrenjtë në Shqipëri? Cila është niveli i taksave që merr dhe arkton atje? Kjo është një histori e turpshme e kontrabandës midis të dyja vendeve, ku janë përfshirë zyrtarë të dyja vendeve. E që bëjnë këtë punë me të njëjtët operator dhe që natyrisht arktojnë atje dhe patjetër që kontrabanda është një instrument shumë i rëndësishëm që mban çmimet e larta. Çmimet e ulta nuk kanë asnjë lloj vlere për kontrabandën. Mbajnë çmimet e larta kanë vlerë për kontrabandën. Dhe ky është një problem që duhet ta adresojë institucionet tona fiskale me qëllim që t'i japim një goditje përfundimtare kësaj historie, që rieksportojmë Kosovë në fakt shesim brenda vendit dhe i shpëtojmë të gjitha taksat. E fundit gjë që kam dhe që lidhet po prapë me transparencën, e kam me bordin po përsëri këtë gjë, shikoj që ka dy çmime në tabelë dhe që ka një diferencë që është 5, 6, shkon deri 12, 13 lek për litër. Midis një produkti nafte dhe një produkti tjetër nafte. Ore, çfarë standardi nafte është kjo që shkruhet në tabelë naftë greke? Dhe që është 12-13 lek më e shtrenjtë se sa nafta apo çmimi që ka përcaktuar bordi. Çfarë standardi është? Çfarë standardi është kjo nafta greke që shnohet në tabelë pa asnjë lloj treguesi tjetër dhe thot naftë greke 13 lek më e shtrenjtë se sa nafta standarde në këtë vend? Natyrisht i presin përgjigje dhe përgjigje dua zyrtare nga bordi i transparencës. Faleminderit. Zonja Topalli, keni fjalën.